Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini te Dangjelli Politik. Shkojnë vetëm në radhës, LDK-ja e hupi kontrollën. E hupi kontrollën njërë ka Kosovës me pataricën e sajna. Sepse me të vërtet miq, në çfarë gjendje o ardhë LDK-ja njërë ka Kosovës me pataricat e sajna, është turpi i botës. Peni presidente, me ronë kitë nivel, kashtë ullët, është turpi i botës. Por kjo është miq që thujnë të na fjallë pëllore, që ta bo vetja, s'ta bo kërkushi. Që ta bo goja, s'ta bo kërkushi. Shtu që është edhe një, me të lidhë dikush, zgjidh dikush. Me bo me lidhë vetë vetën në ka bjenonë që mund me zgjidh kush. Shkojna mi të dëgjojmë vitën mas pari i luteme, të diskutojnë së bashku. Bile që tu po ju tregojmë hapër, po thot. Kush do që i voton ata, do shkojmë prapë në zgjedhje. Që do të thot, ne kemi shuar në zgjedhje, e do e qojmë prapë. E para, e dyta, që tu po ju tregojmë drejt, do të thot që për para ju këna rajt, sot këna mujt. Edhe që ju këna tregu të vërtetën hiq, po që tu po ju tregojmë të vërtetën. Nëse na votoni neve, na jemi në rregull. Shkojna miq. Edhe përsëri ka po me kuptu mirë. Edhe tak. Me konë përballë është e njërë ka Kosovës. Me konë, me Gjuriqin, me Grenellën, me shta përballë është e? Që këto edhe vetë Trumpi nuk e dënë, e ka përjashtu. Ti po përballë është me to. Me Diramën, që ka bo Shqipnin katastrofë. Me Diramën, që i la Kosovën dashtë në Serbi. Me Diramën, që dheke Mitrovica to ka skujt. Me ko përballë është e bre? Ka zëja aty në votuzve aty, që i ndalë me të nguë. Me konë përballë është ti. Ti e ginin ata, që po të ngojnë aty, ama jo neve. Jo neve oj njërë ka Kosovës, oj tratarja Kosovës. Një herë kalon mini ka mosleqa, jo dy. Shkojna mi, shkojna. Edhe kom e mbrojt ta një jetën. E kam vetëm... Gota është këtë pataricën e sajna. Një kërkis, me na besu veç edhe një herë. Besojni LDK-s veç edhe një herë. Për çfarë arsye? Besojnë edhe një herë që t'ja kojmë nonën, të sakatojmë, t'ja japëm një 17 shatra Serbis, të bim kufi në Urtibrit. Apo, për shta? Apo t'i mbrojnë milionat që i kena vjedh, t'i mbrojnë ato atë palatin midis Prishtinës në mshirë aty ku është 24 kat, 27 kat, Lubomirit me 3 tjerë, ose shefës tonë, pataricës, njërë kësë Kosovës, se patarica e te, 2 shtëpi janë Marigon, një në Shqipni, një në Australi, apo, për këtë arsime i besu juve. Jo, be po është zoti, më zbaj gare. Unë kjo bo me qesh për sytë bolë ishtë tash. Shkojna miq? Miq të dashur, 2021-ën, kur bashku Vjosa me Albin Kurtin, që ata e përzonën, shkelma jashtë, Albin Kurti, ja hapi derën, tash e pretin bez, po të kthejmë pak mrapa, 2021-ën, kur dajshen lypshin vota bashk, një qytetar aty i tha, o Albin Kurti, kimi apo shërën Vjosës, do me thonë 21-ën, aje pas ka njofë shumë mirë, nuk e di kush është ai, po shkojnë të dëgjoj miq, dëgjoj me vëmendje se ka zhurëm nuk njihet fort mirë. Shkojna. Shërën kimi apo Vjosës. A të gjusë shumë mirë me qa? Ta s'pja thomënë. Për thot ne
votues aty që dalë mi prit edhe mi tregu Albin Kurti, që shërën kemi apo vjos asmonë. A përshoj njërë ka Kosovës, se kush ko krekon ti. Na kena një këto, por si kena besu këtina, sepse njërë mund me pas edhe armiq, por i nati. Po ja që s'ka kërkon për i nati heq. Ky zotris bravo i kofë që sot me ditë për shosht, për bes pashku me adhoni deri këto që shtojnë fjallë popullore se lo. Nëse po më dëgjonin dhe lajmëro më shkruan privat edhe takohem ku të dushti, kur të vim pushime. Miqtë të dashur, shkojna me vidën se çfarë thot një qytetari e lutem për Albin Kurti ndash. Për voto fjala. Të teme ai se ka marr, çdo ta ka me marr deri sa të kam jetë. Votën tem se ka marr kur tha, po tash e tutje ka me marr votën tha sot jam gjallë. I ka qërë njerë ku do mi pa, peshe. Votues të RDK-s, me një shemull o bablok. Të FDK-s o AK-s, me një shemull. Qërë, kësë zotri është në kohë. Nuk pe njofë se dikush është, në Prishtinë. A në peja, dikuna nuk e diku është. Një kje që ka më konën sa të kjo. Ti opozit s'ka me pos. Fati madhë për neve, për këtë gjenerat që e kiem, këto ka me najmor. Me të vërtet, miq, unë e pajtora plotësisht me këtë agjen, s'pedi kush është, po një shtet pa opozit nuk bën. Por një shtet me këtë opozit që na kena, bën pa këtë opozit. Sepse kjo opozit është katastrofë. S'ka non sen pa bo, pa vjedh, pa shkatru, pa fal tokë të Kosovës, pa septu Kosovën. Atëherë qa puna vim kjo opozit. Kush ka diçka, shkruani në koment, tregomi, nashta në jëmë bo datë, po thëmë thoj se në atë kuptimin, po dhe sa po analizoj, nuk besoj, po për thëmë kështu, për me bo pa komorë. Shkojnë amiq. Kom në i morë Evropa, u hes kom u bon, Normal që e merë, njërë e mirë e merë gjithë kush. Vetëm ne jem ata njërët, këtë rruzin toksor, që njërët e shajt, njërët e mirë, nuk i dojnë. Gjithmonë janë gjithë një bishtë. Kjo është për keqardhje, për si të bodhe. hes mesin e 3-4 vete në Evropa kom në i morë. Albin Kurti, krejt emnat shqiptarë, shka ka të 3 feve shqiptare, aj e ka numër ne është edhe do të më konë edhe hesi gjithë shqiptarëve në barë komptarë në barë në botë. Pa disko... A thuemi se dashur, pse për thot kë agja këtë fjallë, me këtë kohë që është do me thonë, shikuj kë politikon ta mund si duhet, i ka pas sanë që shënë, kë po du të me konë Albin Kurti në falëmirë baba e kretë shqiptarisë. Ne kemi e vllazni, edhe po dojna me mytë, po dojna me mytë në atë kuptimin politikisht, po dojna me zhdu për politike. Vetëm e vetëm pse shliroj të cepëm cep Kosovën. Vetëm e vetëm pse po punon për popull Kosovës. Vetëm e vetëm se për një korupcionin. Pa diskutim, po Çfarë gazetarje psikopate, as po i del bol Kosova. Kështu çfarë pyetje ja bëni lutem. del bol, po ka me idolë, ka me mri. Halo, se ka zare. S'ka diskutim, vi sa dënën se ka krejt S'ka. ka më presi shqiptarët të rajonit, po se popa dhe ma lakë. Lo votën. Tash miq, shkojmë të dëgjojmë prap njërkën e Kosovës në një kanal televiziv, edhe pataricën e saj e lutem. Shkojmë prap miq. Ne po punojmë për atë që. Punojmë për atë gjë. Nëse kemi përsëri rezultate të tilla, natyrisht që vendi sërish do shkojë zgjedhje sepse do t'i kërkojnë të gjitha për Të bëjmë presion popullit miq. O kështu. Po populli si hak të fore. Populli mi dashur, mos gaboni me ron prejen e kësajna, se kjo është tradhtare. Kjo ka bërë tradhti kombëtare.
Kjo është përndajt i kuvendin vetëm për karrikë të sajna, miqtë të dashur. Mos votoni për inatin, miqtë të dashur. Votoni për fëmijën e juaj. Po foli për juve të LDK-s, aktivista apo votues. Menoni more për fëmijën e juaj, për nipat e juaj, mes e juaj. Kjo ka vjedh boll. A pe kuptoni Allah, 2 shtëpi janë Marigon. Të paktën ka 200.000 euro. Një. Mas pakti pelo. Në Australi 500.000 euro. Shqipni. Për 5 vjetë kjo ka vjedh boll. Leja nin kretë për ja falem anin. Trathia nuk falet. Nëse ju përkrani këto, nëse ju jap një votin kësojna, ju boni ma këqi se kjo. Nuk bon. Nuk bon me mbrojt të keqen edhe nësë është i familjes juaj. Unë po je betohem, në Zot, e ndinë e një mon, a në trup temë, në qysh doni po je betoj që djali jam e kon. Në politik, president, kryeministër, çka do që të është, që i vjedh nuk jap votën. Po je betohem, Zot la ma i ma se Zot s'ka asnjë. Që s'jap votën. Se jo pse kom daja një pa kujshia të mahallësa, të katunita, qyteta. Jo. Vota është e shajt. Vota nuk shitet, as nuk blehet. Unë jap votën, aq që menon për fëmijët mi, për nipat e mi, për mesat e mia. E jo për xhepat e vet. E kështu, miqtë të dashur të LDK-s, ju do të më menoni njësoj si korona. Unë nuk po ju them që ju menoni që kështu, po vetëm po ju tregoj. Sepse ma vonë, fëmia ju i kanë më ju nem. Mesat e nipat e ju kanë më ju nem. Pse na bot këtohen? Se këta po pasërohen, e ju po varfroni. Me Albir Kurti nuk po varfrohet. Po jam ka këthy shpresën rinis. Shkojnë amiq? Shkon qytetari në kutit votimit, ka me vendosë apo voton për me shkon zgjedhjet prap, apo voton për me pas stabilitet politik dhe të i kalim të krizës. Si çfarë presioni bën kjo? O kështu. I nërë me shqit forën në për televizore. Shkojnë amiq? Prandaj unë pres reflektim nga shoqëria kosovare rreth mënyrës se si voton. Do më thonë, me të votu ty, ko ka mirë. Mos me të votu ty, këta ko kanë të këqi. S'pas ka reflektim heq. Unë falin se edhe më mura dhe goja. Nëse je votojnë juve, margata ose populli reflektojnë bravo e kohë. Nëse jo. Farë presioni psikologjik. A më kush pihan këto? Kush? Po ta kishim ne, si LDK, rezultatin e lëvizjes vetëvendosje dhe mandatet e lëvizjes vetëvendosje, ne do t'i jepnim zgjidhje vendit në 2 rastet. Ti kishe dhonë zgjidhje Kosovës, po, me vjellë. 1, me adhonë 17 fshatra Serbisë. 2, me këthy kufirin Ur Tiprit, s'kini thonë vetë, pikmeta ka thonë vetë, se duhet me laps, jo pa laps. 3, me këthy dinarin, birote legale. 4, ja që kushin jo, LDK-ja. Ja që këshit po jo. Misë dashër, kjo është vete për sot, Zoti i rujt, respekt për se cilin pa morë, pa dalim partije, partia është parti, vetëm, unë për bëj këto video, vetëm për me mbrojt fëmin e Kosovës, për me mbrojt Kosovën, për me shku Kosova për para, për një Kosovë evropiane, jo për një Kosovë kriminale, për një Kosovë që vjedhen e shkatërrojnë, për një Kosovë që dojnë veç fëmin e vetë e nuk i shohin fëmin e Kosovës. Misë të dashër, Zoti i rujt aty ku jeni, mirë po shumë vitë radhës. Respekt për se cilin. Për shëndetje, misë të dashër, mirë se veni të dhe në gjedhen analizë. Shkojnë a vitë në radhës, Bek Berisha, sepse në pas ka kritiku neve si diaspor, e shkojnë të gjojnë video në miqë, të diskutojnë të bashku e lutën. Ju duket si raj, a ju duket si tutna.
ky normalitet me nolë që përqomje. Historikisht, shqiptarët i ka përqom dikush, po kësoj rodhe jo ka na përqom pismen. Amo Bek Berisha, unë pajtona me ty plotësisht, unë nuk kem përpërqarje absolutikisht, s'ka diskutim, por të na thejmë fjallë popullore, kur desh me pajtu dikon qaj që i pajton, do të me konë shprit vetë i paq, në atë kuptimin politikisht e konë fjallë, na jo në privat, mos keq kuptohen. Parti t'juj do të me konë të pastër. Pse për thëmë këta? Po njësa pera më Sharadinit e tjertë, po mas fjallimit tënë, i ndëgjojmë disa të thonë të rëmë Sharadinit. E me këto, bile fjallën e funit e ka thonë djenë debat plus prap Albin Serbia. E nuk mundëna me kërkue, nuk mundësh të me kërku dikujna që me ndru sistemin, mu bashku të jesqujt kryeministën e Kosovës është i Serbisë. Të paktën, kështu me ndojone. Shkujna me që? E që dojmë po tash dojmë mu mobilizu që a ju duket që rajna jetë. A ju duket që rajna. A ju duket që tutna. E që shajro dhe jëmë ka tutna, jo për najsan tjetër. Dhe që jëmë ka tutna për venin, nëse vazhdojmë që shtuar, e nëse shukot, dhe unë që më kryt, e kem përbu këtë loj kushtirë. Veç pak Bek Berisha, Allah ile po ta bëjnë një pyetje vllai dashur. A tutë për çka ka rriq? Për çka ka që tuta fare, sa si fjalë se kumni. E tash sa kimo tuta vëlla. Çka kur është ku? Tjera tok, tjetër tok, Albin Kurti nuk ja. Kështu që unë s'po të kuptoj çka ke dash me thonë. Po megjithatë, shkojna miq. Se kena pas kur, që 5 vjetar, për 21 orë, edhe shumë mirë në regullë është këtë okej, që thëjnë anglisht, që s'pëlqen të jyri diçka tjetër i ndërum. Për 51.11%, kjo do me thonë diçka. Shkujna me që? Jo, fukarallak ka pas për para, jo tash. Tash fukarallak ka në Gjermani. Ka mos e në Zvicër, në Austrije, a ke po kafe në rrugëve. Mirë po, tash Albin Kurti se ka atë shkopin magjik. Edhe me i botë tonë pasën. Albinit pasën nuk bënë, po me hangër me pit jep. Të paktën, për kom fjallin për popull, nuk i dem me vujt. Amo 20 vjetë popull ka vujt. E di shumë mirë, Bek. Shkojna me që. Me që ju lutem, dëgjoni me vëmendje se çka po thot Beka. Dëgjoni me vëmendje, kuptoni janë mirë fjallë çka po thot. E në fund do i spjegojmë disa gjëra së bashku. Po, për me kuptu komplet, dëgjoni vitën deri në fund, për mos me ikë se çka po bëhet fjalla. Shkojna me që. Për prosperitet, për mes për para, edhe kom një ndjenë shumë të mirë që mërgjetarët kësaj radhe kanë me ndimu që më bëhë ndryshimi. Me kalu pe i situatës pus, pe i armicive të mëdha, pe i ndarjeve të... Pe që si thot pus e ki fjallën, Bek? Pus, çfarë kuptimin për thubur? Na atë pus nuk peshohem kërkun? Apo pe kopion aj që i tha e kom gjetë Kosovën në pus në ujë. Se unë tash po shohëm ujë kërkun lo. Tash po shohëm lërzim. Popli po bësqesh, rinia po bësqesh. Ja ka këthy shpresëm. Më që di për çfarë pus e ki fjallën. Po me gjithë thatë, shkojna të ngojme që. Dhoja, pe etiketime dhoja edhe kanë me kalzu ftyrën e vërtet, vllazit e motra to. Hop, do me thonë Bek Berisha, na në kena ftyrë. Deri sot s'kena pas ftyrë. Me 7 qershor, nëse ne ju votojmë juve, atëherë ne tregojmë ftyrën që ne jemi të mira, po. A për shemë se dashë çfarë
Fyre s'puna me thonë, po çfarë lëndimi, kështu të letë për thonë. E të regoni fytyrën, po të kishe... Kjo është e me atë pikant që thënë, gjulatine. Nëse na i votojmë këta, na jena të mirë. Po nëse nuk i votojmë këta, atëherë na s'kena fytyrë. Të paktën nuk e kuptoj çashtu. Nëse nuk është ashtu të miq, shkruani tregom më vëlla. E pak më herët, the për u bashku, bek, milionë rrjetjet. Kjo është rrjetje vëlla. Pa marrë parasysh kanë voton diaspora. Unë e që s'votoj ty, por në du mbi gjithë tha jem shqiptarë. Të shko të diskutim. Partia është parti, politika, por na jem shqiptarë vëlla. Unë s'kam nevojë me të rrej ty pse ti e all këtë. Nëse në ty të rrej, unë të rrej që i vjedh. Nëse vjedh e kam fjallën. Ose bën probleme, këto i rato sarët politikisht gjithmonë, po jo kështu. Na kur farë përqarje s'kem, absolut. Ti në fillim janë nisëm me përqa, me Albin Kurtin, me partin. Tani me diasporën, je po ftyra kështu, je po kështu. Shkujna me shkujna. Po që vinë nga mërgimi, me në ndihmu që më dalë për këti kurthi. I shohim njerëz që insistojnë prapë me bo përqamje, me i thonë babë dikujna se fort mos të shinkondë. A përshene mi që dashër, Bek Berisha, ti e kupton shumë mirë që ata më thonë fjalla babë politikisht. Mos i ofendo poplin, duhet me sarë turp. Se s'po të ofendon kërkush. Është edhe baba jetë, edhe jemi. Ti pi merë parët, a ke marrë rrugën e 13. A ke marrë parët e thmive, nëse ki thmi, se nuk e di. Bab politikisht, jo rëtë këptim bab politikisht, se kërkush të pranon si bab. Po bab politikisht, absolut. S'ka njeri ma të zotin Kosovë, absolut. Qysh ti e dalë po kërkon? Qysh thojnë fjallë popullore bashkim vllaznim? Per rëmëllaksoj ishte për me kuptu populli. E ka po gjun. Hi. Ose benzin. Qysh? Shkojnë të sa në bëk. Jo e ranë jam, jo. Ti ka full urrejtje, vëlla. Unë e di që për kërkon vot. Absolut, të kuptoj. Ama jo me urrejtje. Të regoj popullit çka keni me punue, çfarë plani keni, sene me që ta kërkon vot. Fiton ma shumë vota. Se me shati kon tjetër. E me shati diasporën. Me këtë fyrje që me bon ti, vot nuk merr nga diaspora. Jo ti po kërkush. Vota fitohet bik. E kanë thonë që ta bon goja sa po kërkush. Fjalla është si plumi. Kur del s'kthehet. Qa është edhe fjalla. Shta që kur dash me liv vot, dash me di që po folë burë. Jo me i fëndu. Qështoj me një gurë me vradu vetë. Të paktën, unë e pe kuptoj kështut. Nëse e kom kuptu keq, atëherë kërkoj falje Allah. Shkojnë amiq. Mirë po ata janë minor në raport me intelektualët, me njerëz, me biznesmen. Nuk jem minor, bablok, se unë i thëmë bab, po gjithmonë politikisht. E sa për politikë, sa për dije, Bek Berisha, je i vogël. Të paktën me mu. Që mos ofendo, që s'ka hije. Çdo kush që i thot bab politikisht, edhe herë po të arri përsëris. Kërkush nuk i thot bab biologjik. Mos dilni me gëny para televizioni bursës jo ka hije, vëlla. Këtë popull e din pëse i thot bab. Burri 70 vjet, 80 vjet, a keni në përbishtin ka i thot bab. Ti ata po ofendon në burr. Është turpi i botës. E pse i thot bab? Pse së mësu kur më gëzu për juve? Si parti e kam fjallën, për dhe këlle dhe kjo akë. Së mësu kur më gëzu?
Kur, hiç. Veç I ka pa Juve, komandantat, djelët e Juve, përgjithësi po folja, kërë 100.000 euro, 60, 70, villa atje. A këta të shkretit, klasa e mesme, o kom për toke. E në Kosovë s'ka më ashtë të tërë. I na vytë, me konë, me Albin Baben. Ja pse I thojnë Albin Baba. Pra po thomë, gjithmonë Bab politikisht. Sepse këtë politikanët që ka I ka Kosova, Albini I ma në gjep. Me politik, I pa korruptum, I pa shitën, I pa blen, I pa hajmë, zero. Atëherë, qka të flasën për to më tej përveç e të projnë. Shkojnë amis të këqyrëm, tash pak këra mushi që ka bo. Po veç të krynë beka. Ata që vinë, edhe që I kuptojnë këto rrethona, edhe që I kuptojnë domet që ja ka bo kjo qeverisje për 5-6 vite Kosovës. Do të thonë, unë e presë ndryshim, presë që kanë më votu për smarë. Ti pre ndryshim bek me këthy Mitrovicën, apo? Ku konë? Me këthy strukturat ilegale, me këthy dinarin. Apo? Se këto I ka ndryshu. Ne e kemi bo ndryshimin, o bek Berisha. Nuk ka nevoj me bo ndryshimu. Ne e kemi bo ndryshimin. Me 2021. Ndryshimi ka ndodhë, nuk ka nevoj për ndryshimu. I ka këthy 17% teritorit bek. Po ta rikujtoj. Çfarë ndryshimi po lip të e burë? S'po të kuptoj bek. E ka shtrisë në realitetin cep për cep. Që ju e keni lonë copa. Kur thëmë ju, jo veç juve si AK, për në përgjithësi, opozit. AK, PDK, LDK, nisma. E keni lonë cop Kosovën. Kanë bo darësëm, që shkanë dashtë. Unë se di çfarë ndryshimi për donë, bek. Nëse ki mundësi e përnë në një video nga spjegon, jo mu, po optet. Pedu ndryshim për qëta. Apo po donë ndryshim me iq shtesat, me iq parë për në lehona, me zvoglu rroga që më për para. Valla, aqë po të kuptoj. Po me gjithat shkojmë. Tash, bek Berisha ndëgjo, kur the kera mu Sharadinaj, kur e vetë keje ta zhara, pse I ke fal ka 50 milion kompanive për qef theke. Po shkojna. Shpjani ki mirë, edhe këtë bugjet për 5 gati 6 milionve me shumë zëves ministra, ju kish fal edhe qytetari Kosovës me pasport që ju e keni shtu bugjetin e Kosovës. Në fakt, ju e keni zbraz bugjetin e Kosovës me vendimin që keni marrë për ju fal burgjin bizneseve. Se ja ofrove disa qytetarëve të Kosovës, ambalëruzve tuj, faljen e në tjertë kena pagu. Se për në diskriminatë se qytetarë, se dikuj pja falje, dikuj s'pja falje. Që cili kërës kom pas që fja kom falë. Një kryeministër bek Berisha e asaj kohë, 50 milion kompanisë, 50 se di sa milion, një kompanisë të ujta ka falë, tjetërës 45 më zga bofsha, veç për qef. Asajna për filma, 200.000 euro, veç për qef. Që ndryshim për do me bo beka, pe normalizimi, me këthy deeskalim, për veten, për fitime personale, për ndrysh s'ka kuptim bek. Ramon Sharadin do të në për pikë qefi ja kom falë të 50 milion. 6 milion veç në ministri. Hatë logarit e qysh, shtenja lopsen. Po, o shtetëret e jote në kërku vot, pa tjetër. S'ka problem. A, sa fiton, tani e diçka tjetër. E tash, Ramon Sharadini, prom prapi tha, është I Serbis, Debat Plus.
Më ka harru që ka thonë fillim, kur ka nga Albin Kurti, kë Ramushi, mas Albin Kurtit. Mas këti flokë që pi thot, kë flokë që. Sepse tash, Ramushi u him kali, e tash bën hajgare. Po, shkojmë të dëgjojmë, që lutem. Mi civilizu edhe trit e botës, Bek Berisha, po thot, se lejmë për Kosovës. E ti po thu, me hiq ta me largu, se ka shatru Kosovën, s'po të kuptoj. Me të vërtetë s'po të kuptoj, burë. Nëse kine spjegim tjetër, ta ti për falimner, me na spjegu, e ta këshmon përgjigjen atë. Shkojnë me që? Go. Albinin se kam njohur, kam fitu simpati për të, unë kam qenë ushtar, ai ka qenë një pejzavënësve tonë. Ramushi po, unë kom qenë ushtar, kë ka qenë një pejzavënësve tyre. Për ata që i thonë nuk o konë ushtri. Po kjo është tjetër temë, s'po du me hinë këtë temë absolut. Bek Berisha, përshëndes prej osës burë, e inshallah fitoni, fitoft maj miri. Mishtë dashër, ju uroj një ditë mirë, ju përshëndes opozit, nga osë të Norvegjis, me gjithat mirat, respekt, mire pafshëm 7 qershor. Zoti rujt.